Përshëndetje të gjithëve. Sot unë kam zgjedhur që fundjavën këtë ditë të shtunë Korriku ta kaloj në Shëngjej dhe pikërisht në bar restoran Shëngjegji, një nga restorantet më të bukura të zonës së Shëngjejgjit, me gatime tradicionale, me një arkitekturë të bukur, me një natyrë të virgjër, me çdo gjë bio, që tek uji, që tek gatimet tradicionale, po dhe pamja e mrekullueshme, pra natyrë, pemë, gjelbrim, shërbim i përsosur. Dhe natyrisht pra në këtë ditë të shtunë apo të diele, ky restorant është full me klientë nga Tirana. Zgjedhin të gjithë për të kaluar fundjavën e bukur, për të shijuar gatime tradicionale në këtë restorant që në fakt është shumë pranë kryeqytetit. Vetëm ndoshta 25 kilometra nga Tirana, pra për gati 30-35 minuta, më rrin tek bar restoran Shëngjegji. Unë zgjedh gjithmonë të vi këtu, po zgjodha edhe këtë fundjavë Korriku, për të pasur pak fresk edhe tek natyra e qetë e kësaj zone, po edhe tek ushqimi i mirë që serviret në këtë restorant. Ju ftoj që edhe ju të vizitoni bar restoran Shëngjegji në Shëngjergj, shumë pranë kryeqytetit.